Ndodhem përpara kryeministrisë dhe do të flasim për fakte. Është fakt që kryeministri Edi Rama ka ndërtuar kopshtin Eden te kryeministria me një vlerë 4.3 milion euro. Nuk ka asnjë vlerë publike, janë parat e shqiptarëve që kanë shkuar për një kopësht i cili është vetëm për qefin e kryeministrit. Është fakt që ditën e djeshtme qeveria shqiptare ka deklaruar me vendim Këshillit të Ministrave, ka deklaruar vetë kryeministri se 4 milion euro do të shkojnë për koncertin, për spektaklin e këngëtarit Kanye West. Sikundër është fakt që satelitët të cilët janë dërguar në hapësirë nga qeveria shqiptare kanë kushtuar 6 milion euro. Është fakt nga ana tjetër se janë mbjell palma dhe pisha tek rruga Tiranë-Durrës, e cila me zgjerimin e rrugës këto ikën, por kanë kushtuar 8 milion euro. Është fakt gjithashtu që inceneratorët, pra do duhet ndërtoheshin, nuk ekzistojnë, janë përfolur shifra deri në 500 milion euro pra ndërtim plus kontrata që ka lidhur shteti shqiptar, po hajt sa po e vendosim 100 milion euro, pra koston. Tigri 1 dhe Tigrin 3 në Vlorë, një anije cila gjoja do prodhonte energji, por që nuk ka prodhuar, 60 milion euro. Tuneli i Llogaras, 50 milion euro. Nuk jam marrë me kostot e rrugëve, nuk jam marrë me shpenzimet të tjera që ka bërë kjo qeveri, dhe vetëm me këto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 investime me një vlerë 232.3 milion euro të parave tona, të buxhetit shtetit shqiptar, të cilat këtu kanë shkuar kot, këtu kanë shkuar për spektakël, këtu kanë shkuar për kot prapë se satelitët nuk na shërbyen për asgjë, për pisha dhe palma që sot nuk ekzistojnë, për inceneratorë që nuk ekzistojnë, për Tigrin 1 dhe Tigrin 3 në Vlorë që nuk prodhojnë energji, dhe për tunelin e Llogaras, e cila është një çështje në hetim nga SPAK dhe dyshohet për një dëm prej 50 milion eurosh. Tani, çfarë mund të blenim ne me 232.3 milion euro? Çfarë mund të blente shteti shqiptar? Ja një përllogaritje të cilën e kam bërë me ekspert të fushës, llogaritje të përafërta, sepse 232.3 milion euro kanë shkuar dëm, kanë shkuar kot. Petskan, aktualisht Shqipëria nuk ka. Pacientët që vojnë nga kancer detyrohen të ikin në Turqi, në Itali, në Maqedoninë e Veriut për të bërë PET-skanin. Nuk është i zëvendësueshëm nga asnjë lloj diagnostikimi tjetër, duhet patjetër. Do ishim bler 5 me këto para, 25 milion euro. Brakiterapia aktualisht është jashtë funksionit, nuk punon. Duhet të sillet përsëri. Do ishin bler 5 me një kosto 15 milion euro. Gratë të cilat vojnë nga kanceri ginekologjik nuk trajtohen, u lihet vetëm një rrugë, të rinë në shtëpi, të rikthehet kanceri, të shkojnë drejt vdekjes. Trombektomia nuk ofrohet sot në QSUT. Do mjaftohej që për me 20 milion euro të hapeshin 5 qendra që të bëhet trombektomia, arteriografia, që atyre personave të cilëve ju bie goditje në kokë, të mos paralizohen ose të mos vdesin, është jetë shpëtues. Në mungesë trombektomisë po të ra goditja në kokë, ose paralizohesh ose vdes. Skaner, ka vajtur radha 5 muaj, 6 muaj, shkon kryeministri thot nuk ka radhë në Shqipëri, por shqiptarët e dinë të vërtetën, do ishin bler 20 me 20 milion euro. Rezonancë magnetike është e njëjta gjë, rrallë të frikshme. Do ishin bler 15 copë me 30 milion euro. Me këto para do ishim bler një mish shtretër, ose do ishim vendosur në strukturat spitalore një mish shtretër. Nuk ka shtretër në përshërbime të caktuara, pacientët ose kthehen nga vinë, ose presin në urgjenca, sepse nuk ka shtretër në spital. Ata e din fare mirë. Ilaçe për onkologjikun, aktualisht ka mungesa të kimioterapive për pacientët që vojnë nga kanceri. 80 milion euro të shkonin për barnat. Pra nga kjo shuma që ka shkuar kot. 22.3 milion euro të tjerë do të shkonin për ndërtimin e një spitali të ri onkologjik, sepse spitali ekzistues nuk të shërben për asnjë gjë, nuk e plotson dhe nuk mban pacientët e rinj që vinë, sepse janë gati 7.000-8.000 raste të reja në vit. Është një qendër në Shqipëri e cila është si një spital që çfarë të them, ata që kanë hyrë e dinë se si është, nuk ka vende për të vendosur poltron. Materiale bazë pastaj 10 milion euro për vigona, për alkool, për shiringa, të cilat mungojnë, për letra, se nuk ka as letra për të vendosur në këto shtretërit, pra kur ndryshon pacienti nga pacienti tjetër. Po i vendosim këto 10 milion, këto shifra janë të egzageruar në kuptimin mjaftojnë dhe dalin, pra 232.3 milion euro.
para kemi pasur. Logjikojeni vetë, parat kanë shkuar për Kopshtin Eden, kanë shkuar për spektaklin e Kanye Westit, pra për qef, për muzikë, për ngjyra, dhe nuk shkojnë për atë çfarë duhet, për peckanin që i duhet pacientëve me kancer, është jetik, për brakiterapin, për gratë të cilat vuajnë nga kanceri ginekologjik, për trombektomin, për ata të cilët u bie goditja në kokë dhe nuk trajtohen ose paralizohen ose vdesin, për skaner dhe MRI sepse rradha ka shkuar e frikshme, vonohet, nuk mund të pres sëmundja, për ilaçe për spitalin onkologjik, mungojnë medikamente sot që flasim në atë spital dhe për të smurët me kancer, për të ndërtuar një spital të ri onkologjik e cila është një nevojë e rëndësishme dhe për materiale bazë. Pra parat ja ku janë dhe bëhet propagandë, u hidhet syve të shqiptarëve sepse parat janë dhe janë shquar për qefet e kryeministrit dhe për ato që kryeministri mendon se janë të rëndësishme dhe përballë është jeta e shqiptarëve e cila për të nuk ka asnjë vlerë. A doni më arsye për të protestuar?